Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Avdi Gjiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit të komisionit për votimin e fshehtë dhe gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta edhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pati drejtohemi gjykatës. Zotëri Haradinaj, ako akte, ako vendimet nxjerra prej kuvendit mbi të cilat do të bazoheni? Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mosnxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardha në seancë dhe gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A do të marrni sot në seancë, me që kemi parë se disa herë në radhë keni qenë pranishëm, do të keni hyrë dhe jeni në shkruar dhe si do të veproj akti sot. Tani, ka diçka të vërtetë në këtë që thuni ju, po jo e tëra, do thotë unë kam marrë çdo herë në kohë, spari, pastaj kur kam marrë vesh se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të ri në seancë. Pra kemi ardhur vetëm për përsëritjen. Kam ardhur me idenë që mund të kemi një kandidaturë të përbashkët ose unifikuese, mund të ketë një proces të ri. Kur e kam marrë vesh se do të qëndrojmë në seancë vetëm u përsërit ajo që ka ndodhur më herët, se kam vlerësuar të nevojshme. Arsyeja zakonisht se lirohen prej seancave që ja për shembull edhe sot në Shaptej kujtojmë vëzhgit Muslia, Beqiraj, janë 3 dëshmorë një familje, disa tjerë, thëmë drejtën, më ka kërku puna me qenë atje, kam pas bashkë luftari, një familje të tyre, po kam marrë në seancë, në disa raste pra marrë lejen duke pa që nuk po ndodhet gjë. Unë do të marrë pjesë në seancë, po nëse është vetëm përsëritje, kontributi im do të jetë i pavlefshëm. Faleminderit. Po pojmë përpjekje me marrë në nënshkrimet e kolegëve nga parti tjera opozitare, ta dorëzojmë.